pas një rrugët e gjatë plot sakrifica, Gjesti, fituesi i edicionit të fundit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ka prekur zemrat e publikut jo vetëm me lojën e tij, por edhe me historinë e dhimbshme të jetës. I rritur mes vështirësive ekonomike dhe mungesës së përkrahjes familjare, ai ka treguar se pavarësisht pengesave, forca e shpirtit dhe besimi tek vetja mund të të çojnë larg. Fitoria e tij është kthyer në simbol shpresë për shumë të rinj, që përballen me sfida të ngjashme, duke e bërë Gjestin një figurë të dashur dhe frymëzuese për publikun shqiptar, por jo vetëm. Gjesti po vijon të jetë prezent në koncerte dhe me sa duket, shumë shpejt ajo të vijë me projekte të reja, ku me shumë mundësi do të pëlqejnë shumë nga publiku shqiptar, por jo vetëm. Na duhet të rikujtojmë se lidhja e tij me Eglitakon ka mbetur në udhë kryq, ose të paktën këto informacione dëshiron Gjesti t'i japi fansave. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.